Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe duhet ta falenderojmë dhe duhet të mos e harrojmë asnjëherë për asnjë çast, sepse është ai Allahu me lejen e cilit ne jetojmë, ne frymojmë, ne korrim suksese, ne i përulemi atina krejt fal mëshirës së Tij xhalla xhelalu. I dërgojmë salavate, përshëndetjet më të mira Muhammedit alayhi salatu wassalam, bulës se pejgamberëve, pejgamberit të fundit, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Do të flasim në këta minuta me lejen e Allahut diçka që është në dobinë e gjithë neve, pa asnjë përjashtim, të e pas parasysh se të jetuarit me islam formën e duhur nuk do të thotë që ne nuk kemi sprova dhe sfida në jetën tonë të përditshme. Ne kemi sprova dhe sfida shumë, por ai i cili ndalet dhe i mediton mirë mësimet hyjnore, mesazhet hyjnore dhe i analizon mirë, e shef vetveten, e gjon vetveten, dhe në bazë të kësaj ai përqendrohet edhe më dinjitetshëm në rrugën e Zotit xhalla xhelalu. Është fjala të dashur, të nderuar vëllezër, diçka për që ne kemi në kohën tonë, ne kemi as pak nevojë dhe kemi shumë nevojë. Kemi as pak nevojë për përçarje dhe kemi shumë nevojë për unitet. Sepse duke u përqa, atëherë nuk kemi vlerë. Duke u përqa, ne jemi askushi, edhe në qoftë se shkon edhe sillesh të ditën tjellën e të qabja, por të përqar, atëherë duhet me kuptu që nuk kemi peshë, edhe nuk kemi vlerë. Por ajo çka është e rëndësishme, me kuptu shumë mirë se mesazhet hyjnore janë shumë serioze, karshi besimtarëve, karshi robërve të Allahut xhalla xhelalu. Ndaj dhe mesazhi i parë, i cili ka zbrit, na ka tregu shumë. Dhe ajo çka do të flasim është se dituria, kërkimi i dijes neve na largon nga përçarjet. Sa ma të dishëm dhe sa ma shumë që kërkojmë dije dhe sa ma shumë që e njohim Allahun xhalla xhelalu, sa ma shumë që e njohim krijuesin ton, ne aq ma shumë largohemi nga përçarjet. Dhe sa ma shumë që i përulemi atina, ne aq ma shumë e kuptojmë rëndësinë e përuljes ndaj tij. Dhe dituria është ajo, dija është ajo e cila neve na bën që me u largu prej kësaj smundje e cila po na shkatërron dhe e ka luftu gjithmonë shoqërinë tonë. I ka luftu muslimanët në përgjithësi. Dhe duke i pas parasysh këto, ka shumë probleme në mesin e shoqërive islame anë kanë botës për shkak të përçarjeve. Prandaj çdo kush i cili mendon me bë përçarje ose me thirr në diçka, duhet mi pas parasysh mesazhet hyjnore, të cilat do t'i dalin nesër para vetes kur dalin para Allahut të madhruar. Dhe askush nuk do të ketë arsye me u fsheh para Allahut xhalla xhelalu. Dhe mesazhi i parë që Allahu e zbriti dhe na tregoi neve se duhet me njoft Allahun, dhe duke e njoft Allahun e madhruar, ne largohemi nga përçarja, është kush? Ajeti i parë që ka zbrit. Lexo, mëso, studio. Allahu i madhruar na u drejtu me këtë mesazh që kushdo që lexon dhe synon njohjen e Allahut, ai veçohet me Allahun. Dhe nuk veçohet me ata cilët përçajnë edhe i largojnë njerëz për rrugës së Allahut. Edhe largimi prej rrugës së Allahut është e dhimbshme kur ndodh prej disave. Dhe është më e dhimbshme kur dikon e shef që nuk i jap selam vllaut i cili falet 5 kohë, e agjeron, e
bën shumë vepra të mira. Nuk jep selam atij përderisa shkon i jep selam atij edhe ulet me të në tavolinë me ato i cili i thot, ju që shkoni në xhami. Ju që shkoni në xhami e falni atje. Ai thot çështo. Edhe si vje marrë, edhe rrin tavolinë me ta. Përderisa këtij besimtarit i cili vërtet e don Allahun, ama e don Allahun, këtij selam si jap bile, thot largo pitina. Po kjo tregon vllazni, kjo tregon se mesazhi i parë nuk është kuptu, me lexu. Lexo, mëso, studion, nuk është kuptu kjo. Qore, që kjo është mësuesi i shumëve sot. Që kjo. Në qëto nuk ka dituri. Këtu mund të pas informata, po dije s'ka. Kur s'ka me pas? Amo kur s'ka me pas? Prandaj është kriza që ne e shohim. Sepse largimi prej mesazheve hyjnore bën që na me u përqa. Edhe me kqyr njëri tjetrit me syrin e shejtanit mallkuar, Allahu na ruaj. Edhe në këtë muaj vazhdon kjo. Eron, po shumë eron. Kjo është mesazhi i parë. Mesazhi i dytë, Allahu çfarë thot? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata të cilët dinë, kërkojnë dije, me ata të cilët nuk dinë? Kur s'ka mundësi me konë? Nuk kanë mundësi me konë. Tash e përkthejmë këtë jetën tonë të përditshme. A janë të barabartë ata që rrinë të ditën telefona, edhe ai i cili merr edhe lexon libër? Edhe merr dije. Ky merr informata, ky merr dije. Edhe pastaj në bazë të informatave ai do më ndërtu një rregull se kujt duhet më thon kështu, kujt duhet më thon kështu. Prandaj të dashur vëllezër, duke u largu nga dija vijnë probleme të shumta dhe nuk mund me kanë ndryshe. Për shkak të kohës shkurt që kemi, do ta shkurtojmë. E treta, mesazhi i tretë që është, Allahu çfarë i thot Muhamedit alayhi salatu wasalam, wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Muhammed, dhe thuaj mu drejtoti mua me lutje, dhe thuaj o Muhammed, rabbi zidni ilma, Zoti im ma shto mu dijen. Allahu po i drejtohet pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, shto ma dijen. Para më do. Shto ma dijen, sepse dija të veçon me Allahun. Dija të largon prej përqarjeve, dija të largon prej vet izolimit, dija të largon prej mendjemallësisë. Sa ma shumë që e njohim Allahun, aq ma shumë neve na shton modestin, edhe për ulshmërinë ndaj Allahut, edhe respektin me njerëz, edhe respektin hala më të madh me vëllezër. Kuptova një sen ti edhe une, nuk kemi diçka pa vëllezërit tonë. Kushdo që të mendon ndryshe, gabim e ka. Gabim e ka. Se nuk ka me ta rrej krahin dikush tjetër që është ta rrej vëllavit. Po flasim gjithmonë kur është me sinqeritet. Ama jo gjithçysh. Kur e ka frikë Allahun. Ama jo gjithçysh. Jo, nuk ka mundësi me kon. Po kjo është mungesë të dashur, të nderuar vëllezër. Është mungesë kur ne mesazhet hyjnore i marrim veç sipërfaqësisht, edhe nuk ndalem me i meditu, edhe me pas me këshyr mirë këtë rrezik, se ky është rrezik. Zoti na ruaj. Se pastaj shejtani hin nërmjet edhe shkon të e thelluat për çarje. Edhe Zoti e di se ku nalet pastaj. Dhe na kemi njerëz të cilët kanë bërë kështu. Kemi pas vllazni kanë bërë kështu, edhe pastaj që kanë bërë dikur kanë lënë fen krejt. Ka. E dinë ju. Prandaj rreziku i përqamjes është shumë i madh. Allahu çfarë thotë? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Të gjithë kapuni për litarin e Allahut. Wala tafarraqu, edhe mos u përçani. Mos u përçani. Kjo është urdhën hyjnor o vllazni. Nuk e ka thonë as filan hoxha, as filan pejgamberi, këto ka thonë Allahu i madh. Mos u përçani. Mos u përçani. Kjo është mesazhi për cilin ne kemi dhënë llogari para Allahut. E secili që ka bu përçamje ka me kon i veçantë aty. Edhe që ka bu atë grupin e vet, ka me kon i veçantë Allahu, ka dalë se kemi dhënë llogari. Se ke përçar safin e muslimanëve. Ka dalë. Mesazhi i katërt në këtë. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allahu çfarë thot? Vërtet frikën e vërtet. Allahu ja kanë ata të cilët kërkojnë dije. Çfarë e kanë frikën Allahut? Ata të cilët e njohin Allahun.
ata cilët e meditojnë krijuesin, i meditojnë krijesat e tij. Çdo krijesë e meditojnë këta kadale. Që ata kanë frikë Allahun. Edhe ata largohen për këtë çdo gjëje, çka i largon prej Allahut. Edhe merret me vetveten thotë, mu isha me kështu vetën në boll, për tjerët kanë vakt. Prandaj largimi prej çtyne është farz. Allahu po na thot. Mesazhi i 5 tregon Muaviu radiallahu ta'ala an, i cili e transmeton nga pejgamberi alayhi sallam, i cili ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë me yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din, kujt Allahu ja dhan të mirën, Allahu i jap dije, e thellon dije, ndijen e dobishme, ndijen e fesë, ndijen e njohjes se Allahut. Kushdo që e synon këtë, e vrejnë vetën se Allahu ka me gjujt në atë pikë që ka me kuptu esencën e ardhjes në këtë dunja. E qëllimi është me kuptu se në kemi ardhë për me adhuru Allahun, jo me bo përqamje. Pastaj, po ashtu, në 2 sahihat, transmetohet nga Abdullah ibn Masudi, i cili ka thonë se nuk ka hased, nuk ka zili, nuk lejohet, ka thonë pejgamberi, nuk lejohet zilia, përveç se në 2 gjana. Nuk ka tjetër zili, përveç 2 gjana. E para, ka thonë kujt Allahu i ka dhënë pasuri, e ai e shpërndan krejt ku është e dobishme, krejt ku kanë nevojë muslimanët, krejt ku kanë dobi besimtarët. Edhe ky lakman thot, Allah, edhe mund të më kishte dhënë sikur tina, edhe unë më dhon sikur kë. Dhe i dyti është ati cilit Allahu i ka dhënë dije, edhe shpërndan dijen, edhe nuk e ndal dijen, edhe i mëson njerëzit, jo me i përqa njerëzit, me i afru njerëzit. Sepse kushdo që i afron njerëzit e ka shpërblimin Allahu edhin sa e ka të madh të i madhi Allah xhalla xhelalu. Kthehemi te diçka tjetër. Ajo është i kuptum ajetet, i kuptum edhe 2 hadithe tjera, e për plot argumente tjera, dëshmi tjera që Islami na ofron. Plot. Besomin Allahun plot. Po kthehemi aty. Se çka buni me ndryshu sahabet e pejgamberit alayhis salam duke qenë në Mekë kur ishin në kulm të adhurimit mushrik, ku ishin në kulm të adhurimit të Latit edhe të Uzas, zotrave tyre të njohur në Mekë. Çka buni me ndryshu këta prej një besimi ekstrem të mërshëm në besimin në Allahun ja. Çka buni me ndryshu këta? I bani me ndryshu bindja e plot, njohja Allahut, bindja e plot në Allahun ja dhe të vetëm. Dhe kjo bani që ata me ndryshu shumë. Aqë shumë ndryshun, sa që bota vazhdo me i përmen. Edhe ata vazhdo me konë gjallë, edhe pse kanë vdek. Për shkak të ndryshimeve të mëdha që kanë bë. Për shkak të kuptimit të asaj që është Allahu xhalla xhelalu që e njoftën Allahun. Edhe u larguan prej atyre që e kanë ndaluar. Pastaj, çka e boni Bilalin? Bilalin radiallahu anhu. Çka e boni me durua shumë? Duroj shumë Bilali. E maltretun. Format mas njerëzore që vetë i dini. Edhe kur e kanë pyet Bilalin, radiallahu anhu, çka të ka bo Bilal? Allah ile çka të ka bo me duru që shumë? Pra mendoj kanë marrë, kanë qitë në shkretir, në temperaturat më të larta, edhe kanë qitë në shkretire, kanë qitë gurt në zete, kanë ngre zhage në krejtë temperatura. Pra mendoj, na veç me najt lili, na do këtë kiamet. Atë kanë ngre, e kanë hek teshat edhe kanë ngre. Ka thonë, çka u bo? Pse? Çfarë përgjigje ka thonë Bilali? Përgjigje sa interesante ka thonë Bilali. Ka thonë, mu kam përzi dhimbjet, torturat, sikletet me embëlsirën e imanit, me besimin e paluhatshëm në Allahun e madhruar. Dhe ma ka mujt
besimi, për ulshmeria, kënasia me Allahun, ma ka mujt dhunën, që ma kanë bo, e kom harru dhunën, edhe s'kom hek dorë. S'kom hek dorë, për shkak se e ka njoftë Allahun. A ka mujt me hek doraj? Këtë kollaj. Edhe arsutimin e ka pas, se i ka ndodhë që kjo. Mirë po, ja ka mujt. Tash, a ne mu neve që kjo? Apo ne mu neve që kjo? Kur kemi mos marrëveshje, kur kemi këto, kur kemi keq kuptime, a ne mu në herë? Mja bo se cili pyetjen vetë vetës o vllazni. Prandaj që kjo është ndryshimi që na duhet me bë. Me kuptu një herë për gjithmonë se ndryshimi nuk vjen prej tjerëve. Ndryshimi na duhet me synu me nis nga vetvetja. Prandaj shembuj kemi të shumë, edhe pa fund, të cilët na zbukurojnë jetën, edhe na zbukurojnë çdo moment të jetës tonë. Amo çdo moment. Pastaj çfarë boni që Ebu Dherri, një sahabi i njohur, çka boni që me shku me kërku falje Bilalit, kur i thati, o i biri Zezakës. O i biri Zezakës, edhe ndëgjoj pejgamberi sallallahu e u idhnu shumë. E kur e mori vesh, Ebu Dherri e u kritiku, shkoj, edhe ja qiti kokën poshtë të kam Bilalit, shkele tha. Shkele tha që to, se du të me shkel, tha te. Shkele tha se unë e kom bo dyftërsi, subhanallah. Ebu Dherri, pra më do një për i shokëve të njohur të pejgamberi sallallahu. Po kush e bën këta? Embelësira e imanit. A ka mujt ajmës me që kujt për pjetë? E me thonë kështu e. Po këtu e shembuj që neve na ikun, momentin kur ne du të mi pas shumë për paran. Edhe mos mu krenu me ta që kemi. Kur? Sepse jetës nuk i dijet. Jeta ka baticë dhe zbaticë. Pastaj, qka e boni të dashur vëllezër, dy fiset e njohura në Medinë, qka i boni që mu pajtu pas shumë betejave të përgjakshme që i kishin ata me zveti. Në Medinë, kur ka shku pejgamberi sallallahu i ka pajtu. Qka i boni ata? I boni besimin Allahun. Amo kanë pas betejat përgjakshme. Që veç Islami, ata kanë pranu, që veç Islami na ka shpëtu, se për ndryshe na hecëm. S'kishim me egzistu ma. Pastaj, Allahu që thot në Kur'an, që kjo vula që ne harrojmë këta jetë shpesher, Allahu në Kur'an thot, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bejna akhawaykum. Vërtet, besimtarët janë vëllezër. Besimtarët, Allahu po thot, ai që ka besu Allahun, edhe ditën e gjykimit janë vëllezër. Fa aslihu bejna akhawaykum. Pajtoni vëllezrit me zveti. Në qofë se e din që dikush ka fërkime me dikon tjetër, edhe kanë fillu fërkime serioze pak. Hinju në mes. Merë shpërblimin. Mos këqyr me përqa ma shumë, mos këqyr me gjujt zja ma shumë. Pastaj Allahu po thot, ottaqullaha la'allakum turhamun. E ju keni frikë Allahun, e ndoshta përmes krejt tyne, ju do të mëshironi nga i madhi Allah. Do të mëshiroheni, kushdo që e lyp edhe shpreson edhe pretendon mëshirën Allahut, ai e merr, sepse Allahu ka premtu. Në qoftë se ne këshyrim që me rrit përçarjen, atëherë nuk ka mëshirë për Allahut. Nuk ka mëshirë. Amo çdo kush që i bjen mas, edhe bo për hir të Allahut, që dy vëllezër me i pajtu me zveti, Allahu e din. Amo veç Allahu e din se çfarë shpërblimi ka. Allahu na boft hajrit, e na mundsof çdo herë që të kemi unitet të sinqert me zveti.